Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka lënë për herë të dytë qelin e paraburgimit të Durrësit, pasi ishte i pranishëm në gjykatën e posaçme për seancën paraprake, kur pritej të vendosej nëse dosja e tij do të kalonte apo jo për gjykim. Gjatë fjalës së tij në sallën e gjyqit, Veliaj ka deklaruar se janë shkelur të drejtat dhe nuk i është dhënë akses për të lexuar dosjen e tij. Për këtë shkak, trupa e gjykatës së posaçme ka vendosur që të shtyjë për në datën 15 dhjetor seancën e radhës, në mënyrë që Veliajt t'i jepet kohë që të njihej me dosjen. Sipas asaj që vetë Veliaj ka deklaruar në sallën e gjyqit, dosja hetimore ndaj tij ka një volum prej 60.000 faqesh dhe në këto 3 ditë duket e pamundur që të aksesohet e gjitha. Në fjalën e tij të gjatë para gjyqtarëve, Veliaj u shpreh se mbajtja e tij në kafaz e vështirëson mbrojtjen e tij, pasi e ka të pamundur komunikimin privat me avokatët. Në datë 3 nëntor, gjykata kushtetuese vendosi që Veliaj të vazhdojë të ushtrojë detyrën e kryebashkiakut të Tiranës, duke rrëzuar vendimin e qeverisë për shkarkimin nga detyra.